Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Channel One, ja ku u takuam dhe sonte në intervistën e mbrëmjes, kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Ferdinand Poni, zëvendës ministri i Brendshëm, me të cilin do të flasim për problematikën e zgjedhjeve të 23 qershorit në Shqipëri. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zoti Poni, në çfarë faze ndodhet në këto momente që flasim përfundimi i listave të zgjedhjeve për 23 qershorin? Është një nga hallkat më të rëndësishme, mund të themi? Kodi i ri zgjedhor ka ndryshuar disa procedura? Po, listat e zgjedhjeve gjithmonë kanë qenë një hallkë e rëndësishme. Dhe hera herës, po kohë më parë, kanë qenë dhe një hallkë problematike. Tash s'mund të themi përfundimi, sepse çështja e listave nuk mund të themi sot përfundim. Po. Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, edhe si një dokument konsensual, po dhe kodet e tjera parashikonin një periudhë kur përfundojnë listat. Themi problemi me listat e zgjedhjeve, ajo që quhet listë përfundimtare. Dhe lista përfundimtare i takon muajit maj, diku midis 45 ditëve dhe 30 ditëve. Para zgjedhjeve. Realizohet printimi, shpallja e listës përfundimtare të zgjedhjeve. Tani që flasim është një proces i përditësimit të listës paraprake, ose të ekstraktit parë të listës, dhe që vazhdon çdo muaj. Me të drejtë ju ndoshta më pyetët që, ose e perifrazuat e vendoset në këtë moment të diskutimit, që ka disa ndryshime në kod. Në rastin e listave unë do t'i quaja përmirësime. Edhe përmirësime për siguruar transparencë dhe me maksimale, si që është përditësimi i listës paraprake, jo duke pritur vetëm listën përfundimtare, por dhe muaj për muaj. Po, në çdo datë 3. Është vendosur data 3, me qenë se në atë kohë u shpalla dhe dekreti presidentit dhe ashtu konvenonin datat. Pra, në mënyrë periodike çdo muaj dhe çdo datë 3 ne përditësojmë listën, që është një transparencë shumë më e madhe. Nga zgjedhjet e tjera, që listat kanë qenë goxha të konsoliduara, kjo është një përmirësim sepse gjithkush e shikon se çfarë ndodh me listë. Por procesi i listave i nënshtrohet dhe një procesi auditimi. Vëzhgimi nga afër nga 2 auditues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që janë tek Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, nga një përfaqësues për 2 forcat më të mëdha politike. Tani listat nuk kryet ky procesi, si themi, merresin si ditë, siç e bënim më përpara, gjeneronim listën dhe e çonim me CD, ato e ngarkonin dhe pastaj fillonin dhe përmirësonin listën paraprake. Ju e dini që listat ka që kur u krijua regjistri kombëtar i gjendjes civile, që listat e zgjedhjeve në Shqipëri janë produkt adekuat i regjistrit kombëtar të zgjedhjeve. Pra, lista përfaqëson listën, produktin që nxjerr regjistri për listë, që siguron me njëherë nga kaq sa themu plotësinë. Pra s'ka asnjë shtetas që mund mos jetë në listë, jo e harova, jo se harova. Të gjithë ata që janë në regjistër janë dhe në lista. Së dyti, lista është dhe lokale si vjetë. Pra, kryetarët e bashkive dhe të komunave e shohin listën e tyre shumë mirë. Shohin listën e tyre plotësisht. Besoj që edhe nuk po i dëgjojmë më tashti që të thoni, jo, po unë nuk e di Kanë ankesat të tjera në fakt që qendra, po kur kanë ca ankesat të tjera, tregon që sa mirë është. Se ato ankesa që kanë ata, që pse nuk na jep lek qeveria, do të rrjedh për shkak të keq vendosjes së tyre politike ose në një malformimi intelektual, po quaj, të një apo disa kryetarëve, se diçka duhet i bëj bashkia. Nuk është se gjithçka vjen nga qeveria. Bashkia ka për detyrë që t'i printojë, të publikojë dhe t'i njoftoj zgjedhësit. Shumë sot ka pasur pretendime që... Një minutë, të mbarojmë pastaj pretendime. Se na zhduket ajo pjesa e mirë e punës për cilën ju jeni të interesuar, besoj. Listat janë lokale dhe diçka tjetër që ka ngelur për shkak se ne punojmë me regjistrin dhe kodi i është afruar cilësisë së lartë të regjistrit kombëtar të gjendjes civile. Pra, cilësia që është arritur me kodin në fakt s'ka bërë gjë tjetër vetë se i është afruar standardit të regjistrit. Çdo ndryshim që bëhet në lista, pa diskutim që është ndryshim lokal, pra që bëhet nga zyrat e gjendjes civile, por ngelet, dallohet kur, pse
në gjdatë, në qorë, është bërë, është në regjistra, është lehtësisht i detektueshëm, i zhvillueshëm që i ka rritur shumë soliditetin listës. Domethënë, s'ka ndonjë mendje që të ketë mundësi që diku të deformoj listën. Në kushtet që po flasim, dhe ndoshta kjo ishte merita juaj, se Ministria komunikoi sot ekstraktin ose rezultatet e ekstraktit. Lista, ekstrakti i dytë i listave zgjedhësve është gjeneruar datë 3, megjithëse i binin ditët e pushimit, thashun atyre sot. Është gjeneruar datë 3, pra ajo listë që kanë përpunuar në mpusit e gjendjes civile dhe zyrat lokale dhe kryetarët e bashkive dhe të komunave, është gjeneruar aq besnike në formën e tyre dhe është në internet. Është pranë çdo zyre të gjendjes civile, sikurse ju thash, është dhe e ngarkuar në webin tonë në internet dhe në webin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nëse doni shifra, unë ju them dhe shifrat, po bëhet fjalë për 3.288.797, mos gaboj, zgjedhës. E 145. Ja. Të paktën shifra që keni që është publikuar sot, 3.235.145. Ja. Ekstrakti i listës përmban 3.288.797 zgjedhës. Kam thënë unë. Ajo që thoni ju, është lista që duket. Domethënë lista në qendrat e votimit e ligjshme. Po, sepse janë dhe 5.441 votues që ende nuk janë shpërndar për shkak të numrit që janë për shkak të numrit që ti ngatron numrat dhe ngatron kategoritë. Në fakt ky njoftim ka ardhur nga Ministria e Brendshme. Jo. Po ja, njoftimin që ke ti e kam unë. Po, e kam edhe unë. Jo. 5.441 qendra votimi të ligjshme janë shpallur. Po. Që kanë 3.235.145 zgjedhës, por lista komplet ka 3.288.797, këtë që them unë. 53.000 zgjedhës që janë në lista për shkak se burojnë nga regjistri listat, nuk u editohen në qendrat e votimit, pra nuk dalin qendrat e votimit, se janë ato për cilat kryetarët kanë shkelur ligjin, sepse janë qendra votimi më pak se 200 dhe më shumë se 1.000 në rrethet e tjera, dhe për 3 qendra votimi më shumë se 700 në Tiranë, sepse Tirana, qarku Tiranës për shkak se do ketë procesin e identifikimit biometrik të shtetasve, ose identifikimin me kartë biometrike, me letër njoftim, duhet jenë në 700. Softi ju një gjendje civile nuk gjeneron lista jashtë këtyre kufive. Pra, sikur të vazhdojë kështu deri në fund, nuk do të kishte një listë zgjedhësish për një fshat që kanë 140 zgjedhës. Dhe të cilin kryetari do duhet ta bashkojë me fshatin më të afërt, thuhet, ose me një tjetër qendër që ka pak, por që të dyja së bashku bëjnë mbi 200 dhe me radhë. Dhe e njëjta procedurë është dhe për ato që, ose procedura për ato që kanë mbi 1.000, qoftë dhe 1.001. Do duhet t'i bie në mes në mënyrë të barabartë, me kushtet mos ndahet familja, në mënyrë që të kemi 2 qendra votimi, që zgjedhësit të votojnë në mënyrën më komode të mundshme. 2 dispozitat që sapo thash nuk janë dispozita apo këmbgulje e Ministrisë së Brendshme. Janë dispozitat Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, marrëveshje bipartizane në sensin që legjislatori apo partitë politike, se më duhet flas për të 2 palët, se edhe kryetarët që se kanë zbatuar kanë nga 2 palët. Ne kemi një listë dhe besoj mund ta keni dhe ju, se zëdhënësi mund të jetë kujdesur në mënyrë të veçantë për të. Që tregon që ku janë njësitë vendore dhe ne jemi në komunikim të vazhdueshëm derisa ligja do të na lejojë që ne këtë ta bëjmë ne. Po, si mund të ndryheni, këtë doja të dija. Në momentin që ata nuk e bëjnë këtë lloj ndarje, si ndryheni? Nëse qendra votimi ka 1.200 veta, ne bëjmë 2 qendra dhe dihen ato si bëhen. Njëra është qendra mëm, pra nëse ka me 4 shifra, 1.747 fraksion 0, do ketë gjysmën e parë të shtetasve dhe tjetra fraksion 1 ka gjysmën e 2, atë që e bëjnë kryetarët rëndom. Çështja është nëse kryetarët nuk do ta bëjnë. Por reduktimi drastik i kësaj gjeje nga lista e parë në listën e dytë më bën mua optimist nga njëra anë që do të ndodhi patjetër që do shkojnë në ullit e ligjit. Se edhe procedura që kemi ne është që sa vjen dhe ngushtohet hapësira për të
çeduar me ligjin, që do të thotë sa vjen dhe rritet presionin ndaj atyre personave që shkelin ligjin. Dhe duke ngelur sa më pak, absolutisht është e mundur që në çdo kohë ne ta kuptojmë se ku duhet ndryrim. Megjithatë ne nuk kemi ndendur dorëkryq të gjithë kryetarët, jo vetëm këta, po diku te 400 e ca qendra votimi që ishin herën e parë më të vogla se 200 dhe diku te 500 qendra votimi më të mëdha se 1000, domethënë bëshin 900, tash janë shumë më pak, 6 herë më pak se diku te 150 ose 160 bë. Më pak se 150. Reduktimi i tyre tregon që mesazhi është dhënë i qartë. Ju më jepni një mundësi të mrekullueshme që ta them po sot edhe një herë tjetër mesazhin që Ministria e Brendshme nuk do të tolerojë asnjë thyerje, duket si banale të ligjit, se ka arsyetime të tilla. Qendra ime ka 1100, por 40% nuk marrin pjesë në zgjedhje se s'kan ardhur asnjëherë lere 700. Nuk flet kështu ligji. Po, ligji thot, nëse ka më shumë se 1000, ndaj. Por ka dhe facilitete tjera, se s'duhet që të tremben dhe kryetarët, se nëse një qendër ndahet, ambientet e qendrës tjetër të votimit duhet të jenë mundësisht në të njëjtën godinë, janë aty. Domethënë nuk do hyjë te kjo derë, por do hyjë te dera tjetër. Besoj ne me këtë rast krijojmë premisa shumë të mira për zgjedhësit, në mënyrë që të mos ketë, të themi 1000 veta që mund të presin edhe radhë me radhë, por 500 veta, 600 veta marrojnë shpejt për të votuar në kushtet sa më komode të mundshme. Dhe nga ana tjetër, nëse janë në qendra të largëta apo remote apo që kanë shumë pak, hiqet qoftë dhe çdo hije dyshimi që procesi nuk administrohet në cilësinë e duhur, vetëm se mund të jetë lagë me radhë, prandaj dhe është bërë kjo. Megjithëse ndonjëherë ka vazhdojnë korrespondencë, unë dhe sot kam pas korrespondencë që thotë kam qendrën goxha larg dhe unë kryetari vendosa që akoma të mos e bashkoj. Zoti Poni, a ka domethënë me publikimin e ekstraktit të dytë, a ka rezultuar, ka pasur bashki apo njësi të qeverisjes vendore që nuk i kishin përditësuar listat në krahasim me ekstraktin e parë publikuar? Tash i varet se çka kupton ti me përditësuar, që hequr dublimet, ata që nuk jetojnë më, ka shtetas, ka pasur kryetar. Po s'ka të tilla. Këto që thua ti i takojnë 10 vjetëve më përpara, sepse lista është rezultati kompjuterik i regjistrit kombëtar të gjendjes civile. Dhe në regjistër nuk ka të vdekur. Në regjistër, domethënë, çfarë është lista e të gjallëve në regjistër, del në listë ata që kanë mbushur mbi 18 vjet. I bie që kanë gënyer disa nën kryetar bashkisht, kanë parasysh të Pogradecit që ka thënë që në lista ka njerëz që nuk jetojnë më. Po ka për 100 vjeçarët. Atëherë ligji shqiptar thot për gjithë personat janë mbi 100 vjeçar, me rastin e zgjedhjeve ngrihen. Pra, nëse nuk vjen dikush thot unë jam ai 100 vjeçari që e kam në listë emrin, por ju s'ma keni nxjerr, ne nuk e lëm të votoj. Dhe kështu është çështja. Nëse ka një person që nuk ka kryer veprimet në regjistër ose familjarët e këtij personi, se nëse vdes ai s'mund t'i kryejë vet, për shembull që ka vdekur. Bëhet në regjistër dhe nuk bëhet veçmas në listë, s'kan çfarë pastrojnë. Domethënë, lista jon është produkt adekuat i regjistrit. Domethënë është shtyp 18 vjeçare sipër dhe del lista e zgjedhjeve. Prandaj dhe kemi një updatim lehtë mundësisht dhe lehtësisht të bërshëm në çdo muaj në mënyrë që të duket se ç'am bë. A është punuar me dublimet? Mua më duket se është punuar. Ne kemi detektuar dublimet, kemi ndjekur një procedurë shumë më rigoroze nga herë e parë. Domethënë deri nga 2005 kur është instaluar për herë të parë në qeverisjen e fundit socialiste. Dhe deri në 2011 kemi pasur një program detektimi dublimesh me gati 10 kritere me çimi, domethënë që kush duken të ngjashëm me radhë. Në vjeshtën që shkoi, si rezultat edhe një bashkëpunimi që vazhdoi dhe me frymën e kodit, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në fakt, hartoi në bashkëpunim edhe me ekspertë të tjerë, duhet të them dhe të opozitës, një udhëzim për dublimet. Dhe së pari udhëzimi mbështetet mbi kritere shumë më të fuqishme detektimit të dublimeve. U rafën këto dublime me personat nëse kanë bërë kartë ose jo, dhe zbritën ato. Dhe pjesa që ngelet i shkon zyrave të gjendjes civile për të kontrolluar që janë këta. Për shembull, nëse Ferdinand Poni është këtu dhe atje,
Në trajt identike nuk ndodhë, se s'ka asnjë mundësi, po ashtu si që kapen me dublime. Dhe në mos gaboj janë diku tek 7.000 e ca persona që ne kemi quar që dyshonim se ishin të dubluar, 7.674 rekordet dyshuara, që do thot diku te 3.800 persona. Deri në 3 shkurt, është dhe një përgjigje që 2.575 persona nuk janë dublime nga këta. Do më thënë, dyshimi jonë ka qenë i pavërtetuar, dhe zyrat e gjendjes civile pasi kanë shkëmbyer informacionin dhe kanë kryer procedurën e tyre të saktësuar në udhëzim. Kështu që sot që kemi 4.804 rekordit të dyshuara për dublime. Por, po ta krahasoj dhe me zgjedhjet e 2011 dhe me zgjedhjet e 2009-s, numri është shumë më i vogël nga që kemi pasur në atë kohë. Dhe kam parasysh që në zgjedhjet e 2009-s ka qenë diku te 39.000, në zgjedhjet e 2007-s ka qenë diku te 27.400 ose 5 muaj para sa që jemi sot. Sot jemi 4.800. Ambicia jonë është jemi me zero. Do më thënë të mos kemi asnjë rekord të dyshuar. Janë shanse për të shkuar me zero. Unë besoj që po zgjedhjet e fundit ishin, më duket se janë 120 ose 130 rekordet të dyshuara për. Do më thënë ajo është zero, sepse ndonjëherë në punës nuk përgjigjet në kohë, nuk e gjen shtetasin që mund ta verifikojë me radhë, por unë besoj që do shkojë në zero, se ambicia jonë është që të jetë një numër shumë i vogël. Do të thënë me parafërsinë me zero. Kështu që në këtë mes kam punuar. Përveç këtyre, ata kanë dhe disa detyra tjera për të bërë që unë gjej rastin edhe një herë t'ja u rikujtoj në punën e gjendjes civile. Shikoni, si vendosin shtetasit në një qendër votimi. Se do doja dhe vëmendjen e zyrtarëve të gjendjes civile, atyre që punojnë atje për ditë. Nëse një shtetës duhet votojnë në qendrën e votimit 1734, për shembull, ai ka një adresë zgjedhore që fillon me 3 numra që janë numrat e zyrës gjendjes civile, pastaj janë numrat e qendrës votimit, 17 që duhet ta ketë 1734, dhe pastaj është numri i shtëpisë brenda kësaj qendre votimi. Nëse atë numrave 1735, ai shtetës shkon te 1735. Nëse e vën në një tjetër 1736, vihet në një tjetër. Fatkeqësisht ka akoma shtetas që kanë qendrat pa autorizuara, domethënë që ka gabime, si themi, njerëzore, të karakterit njerëzor që ka krijuar në regjistër qendra votimi me 1, me 2, me 3, maksimumi me 10 persona. Këto po duhet patjetër të rregullohen zyrtarët e gjendjes civile, janë më sigurt që do rregullohen dhe teorikisht po themi numri i qendrave të votimit do të zbresë edhe pak, sepse do eliminohen këto për gabime njerëzore, po që nuk do kenë asnjë pa diskutim asnjë impakt dhe unë mendoj që 4-5 muaj para, domethënë diku nga 3 marsi, ekstrakti tjetër do jetë thuajse si lista përfundimtare që do kemi në mtudim. Megjithatë, lëvizje në gjendjen civile do ketë. Ato reflektohen menjëherë në ekstraktin pasardhës, dhe kështu do vazhdoj deri në datën 9 maj, 45 ditë përpara. Nuk lejohen në ndryshime, pavarësisht se mund të ketë ndryshime në regjistër. Se edhe këtë e ka zgjidhur çik më ndryshe kodi. Nëse mban mend ka qenë ajo, si themi, debati i famshëm me zyrtarët socialistë, që ata thoshin jo po bëhet në 3 mars, jo po bëhet në 16 mars, ndërkohë që ndryshimet bëheshin deri në 8 prill, sepse ajo ishte 30 ditë para zgjedhjeve. U desh legjislatori të bënte këtë tash, që do duhet respektuar 45 ditë. Ka qenë propozimi i tyre 60 ditë, por 45 ditë para, pra 9 maj në udhëzimin e ministrit, nuk do të ketë më ndryshime në listat. Pa asnjë lloj motive ndryshime në listat e zgjedhur. Sepse ngrihet dhe ndryshimet janë vetëm editimi i listave bëhet në mënyrë të autorizuar, siç bëhet tash printimi i ekstraktit në mënyrë të autorizuar. Zoti Poni, që ta sqarojmë edhe një herë këtë çështjen e pretendimit të disa bashkive dhe disa njësive të qeverisjes vendore, kanë parasysh këtu ka pasur pretendime edhe nga njësitë e Tiranës, për sa i përket materialeve. Sot ne kishim kryetaren e njësisë bashkiake nr. 5, Jeta Seitan, kishim kronik të edicioni lajmeve, që thoshte që, por edhe në Korç, ka pasur pretendime se mungonin materialet për të publikuar listat. Deri tek boja e printerit, tek letra, madje njësia 5 në Tiranë ka pretenduar se i ka bërë të paktën për datën 3 shkurt, i ka bërë me fondet e saj dhe nuk do t'i bëjmë nëse Ministria e Brendshme nuk do t'i çojë këto materiale. Atëherë, ta shpjegoj një çik këtë, se zgjedhjet. Që ta kenë ata të qartë, po ta kemi edhe ne të media. Jo, shumë të qartë, duhet ta keni edhe gjithë të tjerët. Çdo funksionar publik duhet të plotësoj
me merit detyrat që ngarkon ligji. Që do të thot, atyre u ngarkon të printojnë listat. Nuk e ngarkon Ministrinë e Brendshme të printojnë listat. Atyre ngarkon ta printojnë nga regjistri. Ta printojnë nga regjistri, se që habitem ndonjëherë, habitem dhe me ju që ma bëni pyetjet, ose dhe me ndonjë gazetar tjetër. Jo, ne jemi detyruar për sa kohë ata. Ju duhet të selektoni, të lutem. Ju më thatë dhe unë erdha. Tash do më lejoni të them edhe një kritik ndaj jush. Selektoni në morin e kakofonisë së pyetjeve ato që i shërbejnë procesit. Dhe nuk i shërbejnë procesit demonstrimi i papërgjegjshmërisë Rama me gojnë e Jeta Seitajt. Ose me gojnë e Artan që ka jemi në Shkëmbi, apo një tjetër nënkryetari që del në vend të Artan Shkëmbit. Përgjegjës për zgjedhjet janë të gjithë të zgjedhjet vendor, nga i pari tek i fundit, ata që do duhet. Ka një lehtësi të madhe, tash të bësh listat e zgjedhjeve nuk është më si 10 vjet më parë, as si 7 vjet më parë. Ju thash, do detektosh një buton dhe do dalin listat në regjistër. Kjo nuk kërkon asnjë shpenzim. Së dyti, veprimi i dytë është ti printosh ato. As kjo nuk kërkon ndonjë shpenzim, se sa kohë që ka boj printeri. Po që se mbaroj boja e printerit, do vinë marrë një boj printeri tjetër siç bëhet gjithmonë. Po nuk mund ta ankohesh ose dua unë 3 boj printeri përpara, se di që do harxojnë 3 herë. Edhe po që se do ta blejnë vetë, shumë mirë është që ta blejnë vetë Bashkitë e Komunat e Shqipërisë. Çështja Seitaj nuk është çështje fare, se është një bashki e madhe me. Jo, nuk ka qenë vetëm Seitaj, se përmend me 75.000 banor. Kështu që s'ka asnjë problematik. Në dijenin time, zonja Seitaj dhe 10 në ditë e para të vitit që jemi kanë marrë printerat, bojat e printerave për këtë qëllim, dhe ky është problemi. Ne do ndjekim me shumë vëmendje plotësimin e detyrës nga ana e tyre. Siç do ndjekim me vëmendje edhe lajmërimin e zgjedhjeve, siç ju thash më sot. Se sot që flasim, detyra e tyre kryesore është i dërgojnë shtetasve shqiptar, zgjedhësve shqiptar, një lajmërim për cilën është përgjegjës kryetari i bashkisë apo komunës në Tiranë, një institut bashkiake, që ju, zonja Dervishi, do votoni në qendrën e votimit në Mërkaq. Kjo shkon e organizuar në trajt familjare, se ka një soft të veçantë për këtë. Pra nuk është se bëhet me letra dore, do harxoj kohë njerëzish e me radhë, ajo printohet, del çdo familje, familja Poni për shembull, do votoj këtu në këtë qendër, në këtë adresë. Në cilën qendër, atë që ka në krah, dhe në cilën adresë, në atë adresë që është vendosur në regjistër për adresën e qendrës votimit. Ka që thjesht është lista, se s'ka as ndonjë super komplikim të procesit. Procesi shumë solid, shumë i shpejt, totalisht i digitalizuar, si dhe shumë gjëra të tjera në Shqipëri, dhe, si themi, sot që flasim, jemi për demonstruar, shko sa shpejt jemi, s'ka filluar akoma procese zgjedhore, pikërisht të cilësit lartë të procesit, por edhe transparencë, kanë dalë për të hequr vëmendjen e opinionit publik, për t'i bërë koshient të ndërgjegjshëm qytetarët që duhet shohin emrin e tyre në listave, pse jo? Të shohin edhe nëse është lista aty apo jo. Se ka ndonjë kryetar që e merr si me përtim që jo, po unë nuk do ta printoj 5 herë, nuk do ta printoj 3 herë, po kështu e ka kërkuar ligji. Prandaj dhe është vendosur dhe prandaj do bëhet. Pra një qytetar që do të shikoj nëse ka emrin e tij në listë apo jo, duhet vetë shikoj pranë njësisë, të shikoj listën? Se jo të gjithë e kanë aksesin ty në internet. Të gjithë e kanë aksesin në internet. Po e kanë akses, po jo të gjithë din ta përdorin. Mund të pyesi shokun, ngjitur, mund vete bashkia, mund vete qendra e votimit e tij. Po ky tash është bërë banal ky lloj kontrolli, sepse kontrolli fizik ja ka lënë vendin i kontrolli të digitalizuar. Gjithkush mund të hapi një kompjuter, tash t'i hapin edhe celularët, për shkak të celularëve me transmetim me bandë të gjerë 3G me radhë, dhe e shikojnë se ku e ka emrin në listë. Ka dhe rastet audituzve të Partisë Socialiste që vjen të kërkojnë emra njerëzis dhe prap i bjen ato me gabime, ndryshe nga që kanë emrin në regjistër dhe thonë shko se kjo nuk është. Por teorikisht më duhet të them që s'ka njeri që nuk është në listë. Nuk ekziston asnjë mundësi. S'ka asnjë mundësi teorike. Derisa ka marrë kartën, ai është në regjistër dhe kartën e ka marrë 3.2 milion, 3.3 milion shtetas që janë në lista, se duhet jenë mbi 18 vjeçar dhe ata dhe është pamundur. Po ndonjë gabim, ndonjë mundësi gabimi në emrin e shkruar në listë që nuk korrespondon me kartën e identitetit dhe mund të krijojë probleme me datën e zgjedhjeve? Atëherë, ju thash, emri nuk shkruhet me dorë, Klara. Emri shkruhet siç e ka regjistri. Por edhe në kartë emri shkruhet siç e ka regjistri. Pra nëse shtetasi ka vajtur, nuk është se i thot shko vije emrin kështu si dua unë, po thot shiko ma gjej jam filani,
në rastin tuaj, ajo gjenerohet direkte nga regjistri. Dhe regjistri që i gjeneron atë, regjistri gjeneron dhe listën e zgjedhësve. S'ka asnjë mundësi teorike që të shkruhet në mënyra të ndryshme nga vjetë. Absolutisht. Kështu që mos kenë merak nga kjo, por ta kërkojnë ashtu siç e kanë kartën e tyre. Dhe do të duhet dokumenti, sepse në rastin e zgjedhjeve në Tiranë, për shembull, po në të gjitha vendet e tjera, dokumenti do verifikohen me dokumenti, do verifikohen edhe me makina. Zoti Poni, edhe një pyetje të fundit. A janë shanset maksimale që të paktën në këto zgjedhje mos kemi probleme me listat, pretendime qoftë edhe nga opozita apo qoftë në një parti tjetër? Kemi pas pretendime për listat. Këto janë zgjedhjet e 4, këto që po bëjmë ne, që s'kemi pretendime për listat. Domethënë, unë më duhet të them me një lloj krenarie. Jo, se sa herë ndryshon kodi, procedura e kështu gjende. Jo, në rastin e listave. Jo. Është përmirësuar në kuptimin e frekuencës. Për transparencë, për të filluar përpara, për të pasur më shumë, është më mirë, okay. Jo. Po them. Ja çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar frekuenca kur duket lista. Po. Se njëherë dukej 6 muaj para, dhe pastaj në fund fare. Po. Tashti ne e shfaqim muaj për muaj, të ndryshuar. Kjo është transparencë. Ka ndryshuar në këtë variant që nëse lista në mënyrën e saj komplete dukej vetëm në qendër dhe në poshtë vetëm mund ta printoni, tashti kryetarët, me qenë se ata janë përgjegjës për listën, e shohin listën e tyre të plotë. E shohin sa kanë qendrat e votimit e me radhë. Pra kanë të gjitha të dhënat, shohin ndryshimet që janë bërë listës për shkak se një shtetas tjetër është regjistruar në një vend tjetër. Pra gjithçka që ka ndodhur me listën e tyre. Besoj që ky është përmirësim në kuptimin e transparencës. Po lista ka qenë është e mirë dhe kur nuk e sheh dot një njeri sot me nesër. Ka qenë edhe 2011 dhe plotësimi i standardeve zgjedhore nga ana e aktorëve qeveritar është në avangard të plotësimit standardeve zgjedhore në Shqipëri. Unë do të uroja, dhe mirë bën që ndodh kështu, kjo është e natyrshme që ndodh kështu, që dhe standardet zgjedhore që rrjedhin për shkak të angazhimit apo të përgjegjësive që partitë politike kanë në procesin zgjedhor, do të duhet plotësohen me të njëjtën cilësi që plotësohen standardet për shkak të agjencive qeveritare. Policia e shtetit në rastin e ruajtjes së rendit apo vetë përmbajtjes, identifikimit, transparencës agjendëve që janë në terren e me radhë, mbledhjes tyre që nuk është një praktike sotme, është që në 2005, po themi po që ka ardhur duke u konsoliduar, dhe veçanërisht listat e zgjedhësve dhe më vonë identifikimi i shtetasve me dokumenta identiteti, besoj që ka një standard të pathyeshëm qoftë edhe nga ose të pacënueshëm, qoftë edhe nga ndryrë të vogla të disave që thonë na mungon bëjë prindër. A lihet vend drejtuesve qoftë bashkive apo të njësive për të abuzuar me listat? A kanë hapësirë ata të abuzojnë me listat? Qa, për shumë? Po, mos heqin dublimet, listat për shumë emrat e personave që nuk jetojnë më. Po, ja u shpjegova këtë emrat e personave që nuk jetojnë më. Kjo nuk ndodhë. Po, në rastin kur familjarët nuk vend të bëjnë, deklarimin e... A jeton për ne. Sepse nëse nuk dikush nuk ka pru një dokument që ai ka vdekur, ai nuk ka vdekur. Nuk s'keni si e kuptonë. Ajo për kundërzi. E thënë nga ana tjetër është një thënie krejt arbitrare, për të thënë shiko se unë di një që s'ka vajtur jatit ta heqe me radhë, më thënë nuk ka vdekur. Se nga do ta marrë vesh zyra gjendje civile që vdes një person, i çohet një dokument apo. Normale. Dhe mbahet shënim. Abuzimet të tjera, vetëm nëse do pengojnë në punësit e gjendjes civile. Por nëse do t'i pengojnë, ne kuptojmë shumë mirë që sa shtetas janë dhe ku nuk kanë bërë ndryshimet. Këtë nuk e bëjmë dot ne, që të bëjmë verifikimin e zyrës, të bëhet në qendër, nuk bëhet. Nga ne verifikimi i dublimeve. Nga ne bëhen verifikimet e pjesës dublimeve lidhur me kartat e identitetit. Për shembull, nëse janë dy persona që kanë marrë të dy kartat identiteti dhe me çimi i gishtave tregon që ata janë të njëjtë, se derisa kanë marrë se nuk ka mundësi që një person të marrë dy kartë. Edhe kjo është e pamundur, sepse stopohet, qoftë dhe me emër tjetër, qoftë dhe në kohë tjetër. Domethënë janë dy persona të ndryshëm, kështu që ata nuk janë dublime. Kompjuteri për shkak të rigorozitetit që kemi dhe ne dyshon se është dublim, por krahasimi me bazën e dhënave të kartave, besoj se ata që janë ekspert të databazës të dhënave kuptojnë këtë edhe më mirë. Na bën tregojmë që sa të qartë që jemi. Megjithatë numri minor që kemi, themi 4800, unë shpresoj, ju mund të nxjini rekordet edhe 2-3 muaj më vonë, domethënë që do shkojë afër 0 ose 0. Drejt pa diskutim, po do vej shumë afër 0. Unë shpresoj të jetë
shumë afër zerës, me 10 ose me 1. Them 8, 9, 10, 20, sepse 100 ka qenë në zgjedhjet e tjera. Dhe s'ka asnjë, nuk shoh asnjë mundësi që puna e mirë e nisur nga në punësit e gjendjes civile, në përgjithësi, se në i veçanti ka që edhe mund mos ketë punuar, dhe në takon ne të merremi me ta. Ligji në fakt. Jo, ne jemi gardian të ligjit në këtë rast. Mos bëjmë lodra fjalësh. Prandaj janë institucionet se ushtrojnë detyrat që ka dhënë ligji. Ne na takon të merremi të themi shkon se keni punuar, ose edhe nëse do bëjnë ndonjë gabim, por unë nuk shpresoj që të bëhet gabim, se programet kompjuterike janë ndërtuar në mënyrë të tillë që nuk lejojnë të bësh gabime. Është si të vesh pres një bilet, nëse e dua këtu, do vesh ta bësh ashtu siç bëhet. Domethënë, kaq të lehta janë programet dhe softwarët që administrohen ose që përdoren nga nëpunësit e gjendjes civile në bazë. Dhe Shqipëria ka një rrjet thuajse të përsosur. Domethënë, ka një databazë qendrore dhe ka mbi 300 antena periferike të lidhura me databazën qendrore. Pra, gjithçka reflektohet në databazën qendrore. Ky është ai që quhet regjistri jon. Dhe kjo bëhet për gjithë shtetasit, dhe nëse do produkt, sa janë gra, i nxjerr vetëm gratë. Sa janë burra, i nxjerr vetëm burrat. Sa janë mbi 18 vjeç, nxjerr 18 vjeç, dhe kjo është lista jon. Quhet ekstrakt, është ekstrakti i parë, ekstrakti i dytë, ekstrakti i tretë e me radhë. Shtetasit do mund ta shikojnë në kompjuter, do mund ta shikojnë në faqen tonë në internet të Ministrisë së Brendshme, do të mund ta shikojnë në faqen e Komisionit Qendror se ne ndajmë, do mund ta shikojnë në faqet e bashkive apo në ngarkimet e bashkive, do mund ta shikojnë të afishuar pranë qendrave tradicionale ku e din ata që përgjithsisht vendosen listat, po që se shkojnë pranë bashkive ose komunave, ata u thonë se ku vendosen listat. Në fshatra kjo është dhe me lehtë se e din, por ku vendoset lista e qendrës time, unë e di përgjithsisht është në të njëjtin vend. Është një dyqan bylmeti që njerëzit shkojnë shpesh, e kanë buz rrugës dhe e shohin ku është qendra. Megjithatë, besoj që nga konsultimi që kanë bërë me faqen tonë, disa 10.000 klikime ka në ditë për të parë listat, dhe ka një frekuencë të lartë. Domethënë, të më falni që ndoshta tregojmë pak refraktar, por njerëzit në Shqipëri e përdorin internet. E përdorin shumë, e përdorin dhe për arsye zgjedhore. Është gjë mirë. Shumë e mirë, shumë mendoj dhe unë, zoti Poni. Zoti Poni, ju falenderoj që ishit sonte dhe ju uroj suksese në këtë mision, le të themi, të vështirë, por edhe të bukur dhe kaq të rëndësishëm për zgjedhjet. Dua t'ju uroj suksese shqiptarëve dhe suksese zyrtarëve tanë të gjendjes civile që janë kudo në Shqipëri, veçanërisht të zgjedhurve vendor, që kanë një detyrë të rëndësishme në përmbushjen e standardeve zgjedhore, jo vetëm për t'i vendosur zgjedhësit në lista, po për të aranxhuar qendrat e votimit, punojësve të policisë shtetit më vonë për të ruajtur rendin dhe sigurinë, të gjithë shqiptarëve për të kaluar një provë të madhe të demokracisë shqiptare, që është një prag drejt integrimit evropian, që është një pohim i shqiptarëve, shprehje vullnetit tyre për aspiratën tonë europiane. Faleminderit, urime edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ishim në këtë intervistë të mbrëmjes me zëvendës ministrin e Brendshëm, zotin Ferdinand Poni, nga Unë Natën e Mirë.